unë e di Ilir që po të pyet për gazetari, me ty mund të përfundojmë 3 ditë duke folë 24 orë, besoj, se ke atë shumë histori, se 3 dekada është shumë. Por para se të fillojmë të studimet dhe të librat, si e përjetut në mbylljen e shërbimit shqip të Zërit Amerikës? Po ishte diçka e trishtueshme në fakt. Unë kisha dalë në pension, kisha 4 vjet që kisha dalë në pension, më pak se 4 vjet, dhe prap më duk diçka shumë e trishtueshme. Dhe mënyra se si ndodhi me shpejtësi, pa ndonjë ceremoni, kjo ishte akoma për të ardhur më shumë, për të ardhur keq në fakt. Por sigurisht që presidenti Trump kishte, se thosh, një mandat të fortë presidencial, ishte zgjedhur me vota, jo me patronazhistë, siç ndodh në Shqipëri, edhe me votë të lirë, kështu që ai kishte të drejtë bënte reforma dhe të shkurtonte njerëz. Natyrisht edhe peizazhi mediatik sot ka ndryshuar shumë, nuk është si më përpara, por ishte diçka e trishtueshme për mua. Ja, në fakt, sepse keni kaluar 3 dekada, thuaj se atje dhe është diçka. Po, 3 dekada, fiks 3 dekada. Që është e vështirë.